Pastaj pra largohemi nga përgjegjësia sepse duam ambient të pastër ama të tjerë ta pastrojmë. Kurse ne të jemi të lirë që t'i hudhim sendet ku na kujtohet ne. E pra, këtu kjo dëshirë vjen kundërshtim me veprimin tënd. Ne të gjithë duam që të kemi fëmijë të edukuar, por në edukimin e tyre të merret dikush tjetër, kurse ne të merremi me gjëra të tjera sepse kemi detyra të tjera, s'kemi kohë për të edukuar fëmijën. Fëmijën duke ta edukoj mësuesin e shkollë, se unë prandaj kam çu fëmijën tim në shkollë. Jo, dora e mësuesit padyshim që është pjesë e cila ndikon në edukimin e fëmijës. Mirë po, edukimi fillon nga shtëpia, ti çka je prim njëherë para se ta nxjerrësh atë nga shtëpia ta çosh në shkollë, njëherë ti e ke përgjegjësi edukimin e fëmijës tënd. Pra ne duam fëmijë të edukuar, por dynjaja të na edukoj ato, kurse ne të largohemi nga kjo përgjegjësi. Ne të gjithë duam që të kemi fëmijë halal, mirë por nga ana tjetër të mos ju folim as pak atyre mbi halalin, apo të mos reagojmë për t'i këshilluar kur ato bëjnë ndonjë veprim të caktuar e cila mund jetë haram. Ne duam që fëmijët tonë të falin namaz, por kur të mos ju folim për namazin. Ne duam që fëmijët tonë të mos jenë të përfshirë në alkool, mirë po kur nuk ju folim për të keqen e alkoolit. Pra ne duam, por vetëm duam. Kurse Allahu na tregon që vetëm me dëshirë nuk bëhen realitet këto gjëra. Inna Allahe la yughayyiru ma biqawmin. Allahu nuk e bie mirësi, nuk e ndryshon gjendjen e një populli. Deri kur? Derisa ato dëshirat çka i kanë të marrin hapa konkrete për t'i realizuar vërtet. Kur ato duan të mirën dhe përpiqen për mirësi, do ju vi e mira. Por vetëm nëse mbetet dëshirë do të mbetet dhe kështu do të kalojnë gjenerat pas gjenerate.